Së pari po ju them se disa prej aktiviteteve që do të shikoni këtu janë mjaft të rrezikshme dhe nuk duhet të kryen apo të rikrijohen nga askush dhe askund. Por si të qoftë, ju për afro 55 minuta përgatituni të shikoni histori mahnice dhe njerëz të pabesueshëm. Historia e parë vjen nga Mitrovica dhe është xhiruar për ne nga korrespondenti Avizion Plus Marsida Kruja. Fermeri që do të shikoni ka pasion kungujt. Ai rrit ata në kopshtin e tij. Pak muaj më parë bëri një eksperiment dhe ç'ndodhi do të thoni ju. Befas në kopësht u pa një kungull gjigant mbi 400 kg. Të tjerat ndiqeni vet. Edhe do të citu diku një ko rreth 240 cm. Mesin 240-245. Edhe këtë mes e ko 240. Perimetrin prej kësaj pjese, prej bishtit të. Dhe për bishk ne e dhe atje është dikun 340 cm. Ismeti që sot mund të quhet fermeri më i suksesshëm në zonë, madje dhe rekordmen. Këtë njeri e takuam në rrethinat e Mitrovicës, në Kosovë. Ai për disa muaj me radhë është kujdesur që në kopshtin e tij të prodhoj kungullin më të madh të parë ndonjëherë. Ky kungull që ju shikoni ka përmasa të jashtëzakonshme. Sipas për llogaritjeve, ai peshon rreth 400 kg, ndërkohë që perimetri i tij i matur horizontalisht i kalon 4 metrat dhe vertikalisht shënon 3 metra e 40 centimetra. Ndërsa kungulli i dytë llogaritet të jetë 40 kg më pak, por gjithashtu me përmasa të jetë të mëdha. Në fakt asgjë nuk ka qenë e rastësishme, pasi Ismeti është përpjekur që në mbjelljen e farës të prodhojë këtë kungull. Ai kishte dëgjuar për farat e një lloji tjetër, të cilat japin shumë prodhim, por jo që të kalojnë kufijt që sot shohim në slip. Po ideja mos tam ka qenë e kamotshme, vullneti ishte, ngritja profesionale ishte, kështu që mu dashin vetëm farat edhe ato arrit ati gjej. Mbjellja ishte një proces fillestar, por sekreti qëndron në kujdesin e mëvonshëm. Filloj duke u lëmtuar farat, pastaj arrit ati gjej në Shtetet Bashkuara të Amerikës, përmes dajstit që punon atje. Dhe pastaj fillova ta bëj programin do të se si ta realizoj mbjelljen, prodhimin e fidonit, vendosjen në vend përhershëm, edhe faktikisht ta bëj edhe planin e mbrojtjes nga smundjet dëmtuesit, të ushqyrit, si dhe për kujdesjen do të ujitjen e gjithato. U detyrua të rrethonte një vend dhe ta trajtonte tokën ndryshe nga ajo e perimeve të tjera. Fillim ku më përgatit fidonin, do të normal një fidan kualitativ, pastaj kam përgatit vendin ose tokën për mbjelljen e kungullit gjigant, ku do të kam hap një grop në thellësi 1.5 metra dhe kam bë përzierjen e dheut me do të ple organik të prodhuar nga krimbat e tokës, kështu që ka qenë një përzierje strukturale me vlerë të mirë ushqyese dhe kam mbjell dikun në fusht hap dikun ka fundi i majt. Duke parë që kungulli po jepte një frut jashtë parashikimeve, Ismeti kuptoi se po bëhej një personazh i veçantë në të gjithë zonën. Ka pas raste për shembull që kanë mbjellur kunguj ndryshëm, kanë arrit peshë ndoshta një 50-60 kg shtan ato, mirë po një kungull i përmosa të tilla afër 400 kg nuk ka ndodhur. Mund të them se jam i pari. O metoda motis. Metoda motis, motet mesi me metër, motet edhe këtu mesi, edhe motet për bishtit, si perimetër të në bisht. Blidhen trijat, 250 cm, kjo për shembull, edhe është tabela. Është tabela tash, centimetrat që konvertohen në kilogram. Tani kungulli është bërë objekt kurioziteti dhe nuk ka mbetur njeri në fshat përreth Mitrovicës pa e parë. Pavarësisht famës, ditët e kungullit në kopësht po mbarojnë, pasi shirat e vjeshtës e kushtëzojnë së tepërmi qëndrimin e tij në ar. Përbën një rrezik mund të çahet në ato minuta? Rreziku ekziston, mirë po edhe për kujdesit do të jetë nivel.
do të kemi kultivu dikun nga maj deri në tetor, do shta për një 30 minutë, sepse bëjmë ma shumë, do të jemi të kujdesshëm dhe të harujmë gjatë vjeljes. Sa për shitjen, as që bëhet fjalë. Më thatë që do ta dërgoni në panajirin bujqësor. Do ta shisni? Jo. Nuk do ta shes, do thotë se kam një ekzemplar të vetëm. Këta do ta moj për kuriozitet, mirë po do t'ju tregoj njerëzve tjerë që këtu bëhet kungulli. Edhe ndoshta do t'i motivoj edhe tjerët që ta kultivojnë këtë kungull vitin e ardhshëm, edhe të fillojmë do të bëjmë gara mes veti, se për mua është interesant të kem konkurrent. Kur kam konkurrent, atëherë më shtyn ta bëj se mëdhimet vendit parë, kështu që më duhet faktikisht përkujdesë më shumë ta ngres ndoshta edhe nivelin e përkujdesit më të madh, ta arrit të bëj ndoshta 600 kg vitin e ardhshëm. Vjelja e kungujve përbën gjithashtu një problem. Tashmë ai ka për masat dhe peshën e një shkëmbi. Tash jemi faktikisht në fund vegetacionit, ku temperaturat kanë ra ndër 10 gradë Celsius, çka për familjen e kungullorëve nuk janë të mirëseardhura. Atëherë edhe intensiteti i rritjes pothuajse veç është ndërprej, s'na mbetet tjetër vetëm se të përgatitemi ta vjelim kungullin. Tash me siguri shtrohet pyetja se si do ta vjelni 400 kg. Na duhet një kamionet që ka vinçin, do të ka liftin, edhe kështu që na do ta përgatisim do të me rripa të ndryshëm, do ta sigurojmë, ta vendosim palet, kështu që pas paletës me vinç do ta vendosim me kamionet dhe do ta transportojmë deri te vendi i tij i përhershëm. Tani Ismeti ka synime të tjera. Ai dëshiron që ajo çka ka realizuar të bëhet e njohur dhe në botë. Pa diskutim që Guinnesi do të jetë një synim i tij, por vitin e ardhshëm. Unë mendoj që në fund vitit regjistruam në shoqatën evropiane për kultivimin e perimeve gjigante, që është Mesolin Holland. Edhe nga ai moment do thotë unë jam antar i asaj shoqate dhe kam drejt garoj në garat evropiane. Mirë po kur ti ki drejt garosh në gara evropiane, atëherë do të përgatis kungullin që pak a shumë tjetë edhe në ati nivelli evropian. Edhe besoj që në vitin e ardhshëm, do të me një përkujdesje të veçantë, do të arrijë një peshë 600 kg, që do të garoj. Bërja publike e kungullit nga ana e këtij fermeri ka dhe një qëllim tjetër, të realizojë një kompeticion kombëtar. Dëshira ime është edhe këtu të ketë për kultivues tjerë, edhe këtu të fillojmë garojmë Shqipëri, Kosovë, pse jo? Megjithse Ismeti ka arritur të ketë një kungull me përmasa të padëgjuara, ai mendon se ka bërë disa gabime, të cilat kanë frenuar rritjen e mëtejshme të frutit. Për shembull, nëse do e kishte rrotulluar çdo ditë nga 1 cm me gjithë kërcell, atëherë bima nuk do të kishte krijuar këtë ndarje, që pengon marrjen e ushqimit nga kokra gjigande. Thithja elemente ushqyese s'ka mujt, po t'ishte plot, t'ishte shumë më intensitet më të madhe. Gabimin që unë kam shu do thotë se ky apishe do të qysh dolin lulet femërore dolin në kanë 45 shkollë. Se ti do të mi lëviz çdo ditë dikon ka 1 cm. Edhe për mi kthy në kanë 90 shkollë, që mos më ndodh deri te kjo pasojë për shkak. E përveç pjesës së kuriozitetit, në të tilla raste nuk lihet jashtë dhe pjesa e spektaklit. I keni vënë emra kungujt? Po, ky që shihet pak më i madh është ka emrin Tina. I ka 2 domethënie. Tina është vajza ime e tretë, edhe Tina është kaltrina që i ka dojës që mi solli forat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashmë ai është i qartë dhe vitin tjetër mendon se jo vetëm që do të prodhojë një kungull shumë të madh, por do të jetë dhe kampion në botë. Unë uroj që zotëria të marrë pjesë në librin e rekordeve